Është kënaqësi e veçantë në rolin tim si koordinatore e Forumit Ekonomik të Grave të hap këtë rrjes diskutimi me një nga temat më të rëndësishme për tregun e punës në Kosovë dhe e cila ndërlidhet me fuqizimin e grave dhe jo vetëm. Fuqizimi i grave lidhet drejt për drejt me pavarësinë, dinjitetin, sigurinë sociale dhe mundësitë që secili individ të marrë pjesë në mënyrë aktive në jetën ekonomike dhe shoqërore. Megjithatë, sot gjithnjë më shumë po kuptojmë se krijimi i një vendi pune nuk është i barabartë me fuqizimin ekonomik, sepse kemi një hendek të madh gjinor në tregun e punës. E kur janë në pyetje komunitetet, kjo pabarazi është edhe më theksuar. Për to, fuqizimi ekonomik kërkon më shumë politika të përgjithshme, kërkon politika të drejtuara, të ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë kontekst, politikat aktive të tregut punës të vendosura nga qeveria e Kosovës vitet e fundit janë instrumente kyçe. Platforma Superpuna është një iniciativë e rëndësishme në këtë drejtim, duke synuar të lidhë të rinjët me tregun e punës përmes subvencionimit të pagës. Megjithatë, një pyetje thelbësore mbetet, a mjafton kjo? Apo krijojmë një mundësi reale për fuqizimin ekonomik, apo vetëm vende të përkohshme pune dhe çfarë rezultati po sjellin? Apo kontribuojmë në formalizim, në punë të denjë dhe në reduktim të pabarazive? Apo përfshije në punësim të gjithë shoqëria pa dallim edhe komunitetet dhe sidomos a jemi në përfshirje të gjithë sektorëve, sidomos atyre me potencial siç është teknologjia, bujqësia e të tjerë. Sepse suksesi i politikave nuk matet vetëm me numra, me sa vende pune janë krijuar, apo sa mjete janë investuar, por me ndikimin real që ato kanë në jetën e qytetarëve, në jetën e taksapaguesve. Dhe për të matur këtë ndikim, kemi nevojë për më shumë të dhëna, më shumë transparencë dhe më shumë vlerësime afatgjata. Pa to, rrezikojmë të mos kuptojmë nëse politika tona po arrin tek ata që më së shumti kanë nevojë. Ky diskutim i sotëm nuk ka për qëllim të jap përgjigje të thjeshtë apo përgjigje përfundimtare. Përkundrazi, synimi ynë është të hapim një dialog të sinqert mbi potencialin dhe kufizimet e politikave aktuale dhe të reflektojmë së bashku si organizata me institucionet se si mund t'i bëjmë ato më efektive, më gjithëpërfshirëse dhe më të drejta. Sepse në fund të ditës, fuqizimi ekonomik i grave nuk është vetëm një objektiv social, është një domosdoshmëri për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. Më lejoni të falenderoj edhe një herë Caritasin Zvicran në Kosovë për mundësinë e realizimit të kësaj tryeze dhe analizës së punuar nga bashkëpunëtorët e mia të Forumit Ekonomik, Brikena Hoxha nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Etleva Zeneli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore dhe Shpresa Agushi nga rjeti i organizatave të grave Roma Ashkali Egjiptian. Prandaj, unë sot ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe uroj që ky diskutim të jetë i frytshëm. Analiza nuk është publiku, me qëllim që ta plotësoj me diskutimet e sotme nga kjo tryezë diskutimi. Good morning, everyone, and sorry, it's in English, my speech. Dear distinguished participants, colleagues, representatives of institutions, civil societies, private sector, friends, and dear Sachi. It's a pleasure to welcome you today on behalf of Caritas Switzerland in Kosovo and to thank you for joining us for this important discussion on Suprapuna platform and its impact on the Roma, Ashkali and Egyptian community. CAH is supporting the Women's Economic Forum to organize this kind of roundtables so that we can together create the evidence we need for informed discussions and decision-making, and that we advancing our common agenda of women's economic empowerment and integration into the labor market. Yeah. Therefore, I would like to warmly thank the Women's Economic Forum, Reinvest Institute, the Kosovo Stability Initiative, the Kosovo Gender Studies Center, and most importantly, the network of Roma, Ashkali and Egyptian Women's Organization of Kosovo
for their contribution to the analysis and for today's discussions. As mentioned by Sachi, today's roundtable focus on the important question, creating jobs. Yeah? But how can we ensure that employment opportunities contribute to meaningful and sustainable economic empowerment, particularly from women and members of the Roma, Ashkali, and Egyptian communities? As we have heard from Sachi, employment is not only about having a job, it's also about dignity, security, independence, access to rights, and the possibility to participate equally in the economic and social life in Kosovo. The Superbuna platform is an important public employment measure, and it has created new opportunities for young people in Kosovo. At the same time, today's discussions invite us to look more deeply who is benefiting, who may still be left behind, and what more is needed to ensure that employment measures truly contribute to long-term and inclusive economic integration and women's empowerment. This is especially important when we speak about women and girls from the Roma, Ashkali, and Egyptian communities, who often faces several barriers at the same time, related to access to education, skills development, information, formal employment, social protection, and sometimes discrimination. For many women, particularly those from marginalized communities, one job opportunity can be an important step, but it's not always enough on its own. Caritas Switzerland is working to support more inclusive economic development, for example, in the agriculture and food processing sector, where many women contribute significantly, but often remain invisible and or informal. But we're also working in migration, where, for example, returnees need support in the reintegration of various levels, or asylum seekers and migrants. These are often marginalized groups. For us, this discussion is closely linked to the broader question of how institutions and civil society and the private sector can work together in creating opportunities that are not only accessible, but also sustainable and dignified. And how can we contribute to that through evidence-based research, advocacy, and joint engagement as a strong network? I'm very confident that today's roundtable offers space for a constructive exchange. The purpose is not only to assess what has been achieved, but also to identify gaps, listen to the different perspectives, and formulate practical recommendations for the future. Inclusive employment cannot be advanced as one actor alone. It requires coordination, evidence, commitment, and above all, listening to experience of the people and community most affected. I wish you a very enriching discussions today, and a platform where we can discuss joint actions and advance this important initiative on the Superbuna platform. Thank you very much. Sipas të dhënave të anketës së fuqisë punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shohem një paradoks gjinor, ku shohem se vetëm 24.5% e grave janë aktive në tregun e punës, pra që janë në marrëdhënie të punës ose që janë duke kërkuar punë, duke lënë 75.5% të grave ekonomikisht jo aktive. Kjo shifër na tregon se sfida kryesore për një pjesë të madhe të grave në vendin tonë nuk është thjesht me e gjetë një punë, po me i tejkalu ato barjera derisa mbrin tek një vend i punës edhe mundësitë fillestare për të hyrë fillimisht. Ky përjashtim prapë mendoj që nuk i prek të gjithë gratë edhe vajzat njësoj,
komuniteti i grave rome ashkalike dhe egjiptiane në Kosovë është dukshëm më i prekur, është shumë fish më i diskriminuar se sa gratë e komunitetit shumic, apo se burrat e komunitetit jo shumic. Ato përballen shumë më shumë me cikël të mbyllur të varfërisë, me qasje minimale në arsim cilësor, aftësim profesional, si dhe me një ekspozim të vazhdueshëm ndaj punësimit jo formal pa asnjë mbrojtje ligjore apo sociale. Në përgjigje të këtyre sfidave të papunësisë, qeveria e Kosovës mund të themi që i ka marrë disa iniciativa të rëndësishme në kuadër të politikave aktive në tregun e punës. Ndoshta ndërhyrja më e madhe dhe pa dyshim më e zëshmja ka qenë pikërisht platforma digjitale Superpuna. Kjo platformë u kriju si një mekanizëm modern për t'i lidhur punëkërkuesit e rinj me punëdhënësit, duke subvencionuar një pjesë të pagës për një periudhë të caktuar. Superpuna është kriju në vitin 2023 me kalimin e kohës edhe është rritur paga minimale, ku fillimisht ka qenë 245 euro nëse s'gaboj, kurse tani është 425 euro, subvencionohet për 6 muaj. Me kalimin e kohës, Superpuna nuk ka mbet më për qeverinë, ndoshta thjesht veç një pilot projekt, po u shëndru një prej instrumenteve të politikave kryesore të punësimit në Kosovë, duke thithur miliona euro investime. A mjafton ekzistenca e një programi të tillë të madh për të dëshmuar suksesin e tij, në një treg të deformuar nga paparazitë strukturore, apo krijon ky program mundësi reale dhe afatgjata për grupet më të përjashtuara të shoqërisë tonë. Kjo na çon drejt pjesës qendrore të hulumtimit apo të analizës tonë. Ka edhe të dhëna të cilat nuk i kanë pasur, për shembull përfituesit sipas etnisë, vazhdimsinë e punësimit, qëndrueshmërinë e vendeve të punës, pra sa persona janë punësuar pas përfitimit të platformës nga Superpuna, ndikimin e afatgjatë në fuqizim, si dhe ndikimin të gratë vajzat rome ashkalike dhe egjiptiane. Megjithatë, nga analiza e të dhënave, të cilat Agjencia e Punësimit i ka nxjerrë nga Superpuna, shihet se 25, më shumë se 25.000 kanë përfituar nga Superpuna, ku 18.838 prej tyre kanë qenë burra në marrëdhënie aktive të punës dhe 6.365 në marrëdhënie aktive të punës kanë qenë gra. Pra edhe në përqindje, gratë përbëjnë prapë vetëm 25.3%. Kjo reflektohet pra edhe në rezultatet e programit që ishin shumë të njëjta sipas Agjencisë së Punësimit se sa gra janë jo aktive në tregun e punës. Siç e përmenda, pavarësisht disponueshmërisë së të dhënave bazike sipas Gjinisë, mbeten kufizimet rëndësishme në vlerësimin e ndikimit të programit. Të dhënat e publikuara i referohen marrëdhënieve aktive të punës edhe jo domosdoshmërisht përfituesve të subvencionimit. Sipas sqarimeve të Agjencisë së Punës, subvencionimi u takon vetëm atyre përfituesve të cilët i kanë përmbushur termet edhe kushtet e programit, ndërsa një pjesë e tyre mund të përjashtohen nga e drejta për subvencionim për shkak të mosplotësimit të kritereve të përcaktuara. Përjedhoj, numri i grave në marrëdhënie aktive nuk mund të barazohet automatikisht me numrin e grave të subvencionuara. Pra mungesa e të dhënave të ndara sipas Gjinisë për përfituesit e subvencionimit e bën të vështirë vlerësimin e shkallës të përfitimit të grave nga mbështetja financiare e ofruar në kuadër të programit Superpuna.